Ilir Meta, ish presidenti i Shqipërisë, kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen e publikut për shkak të ndryshimeve të dukshme në shëndetin dhe pamjen e tij. Ai që njeh prej vitesh si njëri me shtat të plotë dhe gjithmonë energjik, është paraqitur së fundmi shumë i dobët, gjë që ka ngritur pyetje dhe shqetësime tek qytetarët dhe ndjekësit e tij. Arsyeja kryesore lidhet me problemet e rënda që ka kaluar me stomakun. Sipas informacioneve, Meta ka vuajtur nga shqetësime serioze që lidhen me sistemin tretës, të cilat e kanë detyruar atë të ndërhyjë mjekësisht. Pas një periudhe mjekimesh dhe trajtimesh, mjekët kanë vendosur që pjesa më e mirë e zgjidhjes ishte ndërhyrja kirurgjikale, ku ju hoq një pjesë e stomakut. Ky operacion nuk ka qenë i lehtë, por ka qenë i domosdoshëm për të përmirësuar gjendjen e tij shëndetësore. Kjo është dhe arsyeja pse Ilir Meta ka humbur kaq shumë në peshë brenda një kohe të shkurtër. Në të kaluarën, ai sheh shpesh me një fizik të tij të plotë, ndërsa tani paraqitet shumë më i dobët. Dobësimi i tij ka qenë i dukshëm në dalje publike, duke krijuar komente të shumta, por në të vërtetë kjo lidhet drejt për drejt me gjendjen e tij shëndetësore. Megjithatë, ajo që është më rëndësishme është fakti se pavarësisht vështirësive, Ilir Meta ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore dhe është duke u përmirësuar dita ditës. Ndërhyrja ka dhënë rezultatet e saj dhe ai tashmë është më i kujdesshëm me mënyrën e jetesës, ushqyerjen dhe kujdesin gjatë shëndetit personal. Në fund, dobësimi i tij nuk duhet parë si një shenjë keqe, por si një pasojë e natyrshme e një trajtimi të rëndësishëm mjekësor që i ka shpëtuar jetën. Ilir Meta, pavarësisht sfidave, vazhdon të tregojë energji dhe praninë në jetën publike, duke dhënë shembullin se kujdesi ndaj shëndetit është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.